moment të dytë. Këtë çështje do lidhemi drejt për drejt me drejtorin ekzekutiv të shoqatës pasurive të paluajtshme, Reinaldo Pipilia. Reinaldo, përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për prezencën tuaj. Kënaqësi jemi, përshëndetje. E vlerësoj prezencën në këtë intervistë duke marrë në konsiderat dhe faktin e angazhimit tuaj të përditshëm. Reinaldo, si ka shkuar të paktën në rast se ju keni informacion, po themi kështu, në mos specifik në vijat përgjithshme ky proces, pas jeni në kontakt të vazhdueshëm, qoftë me grupet interesit, por edhe vetë qytetarëve, por më parë do të kërkoja nëse ka një zë të lartë aty, mund ta ulim pak Reinaldo për efekt transmetimi, do ishte shumë mirë. Faleminderit. Po, patjetër. Po. Atëherë, nga të dhënat që ne kemi, praktikisht janë të dhëna në vjet përgjithshme, janë brenda 2 muajve nga momenti kur u aktivizuar i vlerësimi, rreth 9500 aplikime, 30 milionë euro të arktuara në arkën e shtetit. Nuk kemi të dhënat e detajuara akoma, jemi duke pritur praktikisht përgjigje nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, për sa i përket tipologjisë së pronave të rivlerësuara, vjetërsisë, lokacionit të tyre, nëse janë prona të cilat janë rivlerësuar në fushatën më përpara apo jo, për kuptuar pak më tepër gjithë dinamikat. Megjithatë, në 2-3 elementet kryesorë, shikojmë që këto 2 muaj janë duke sinjalizuar vitin më të suksesshëm të procesit të rivlerësimit, nëse vazhdojmë me këto ritme, duhet të kemi 52.000 deri në 55.000 deri në fund të 2026 për aplikime. Janë duke sinjalizuar që të paktën sot kemi të dokumentuar në kartelet e pasurive paluajtshme rreth 600 milionë euro, të cilat kanë sjellë një përfitueshmëri 30 milionë euro për arkën e shtetit.